Atë natë, e dini nëse bashortja juaj ka pas gjësende me vlerë me vete? Jo. Nuk ka pas gjësende me vlerë. Jo. Mirë. Përveç kuletës, para. Përveç kuletës parat. Atëherë, gjykata do t'ju ballafaqoj me një foto të viktimës, e cila natën kritike dëshmon se çka ka pas, po, me vete. Të lutem e paraqit në ekran këtë, në rregullim. E paraqet në ekran një foto të viktimës, e cila natën kritike shihet se çfarë ka pas me vete. Edhe pak syl, nëse mundesh, po, edhe pak. Mirë. Kjo është foto e Liridonës. S'moj me këshyr. Nuk mundi me këshyr. Ku shihet se Liridona në dorën e majtë të saj ka pas dy zinxhir, dy bylyzik të arit dhe një unaz. E ndron syl e vendos këtë. Kjo nuk është pamja e Liridonës, është vetëm pamja e dorës së Liridonës. E sheni, këto, kjo fotografi është marrë nga, po mendoj nga kur ju ka bo autopsia dhe është paraqit kjo pamje se çka viktima ka pas me vete në të dy duart. Siç e sheni në këtë fotografi, Liridona në dorën e saj të majtë ka pas dy bylyzyk të arit dhe një unaz të arit, ndërsa në dorën e djathtë ka pas një bylyzyk të arit. Për më tepër, fotografi. Për më tepër, këto stoli cilat i ka pas bashortja juaj, janë të gjitha stoli të arit, janë paraqitur këto në foto, pasi janë largu me rastin e realizimit të autopsisë nga mjekësia ligjore. A keni ndaj përgjigje lidhur me këtë, me qenë se ju deklaruat se nuk... A mja të foto? Me qenë se deklaruat se ju nuk ka pas asgjë me vlerë natën kritike, a ki përgjigje lidhur me këtë? Me fotot që i pam, që dëshmon se Liridona natën kritike ka pas stoli të arit, ka pas gjësende me vlerë, dhe nëse ka qenë pre i grabitjes, pse nuk janë marrë këto stoli për çudi. Unë këtë pyetje ma ka bo edhe prokurori, kur kom qenë në prokurori, dhe ju përgjigjit, edhe për ju përgjigjem edhe juve. Në momentin e grabitjes, të vetëmin gjonë që ka kërku, ka qenë telefonat dhe parat. Nuk ka kërku gjonë tjetër. Nuk ka kërku gjësende të tjera. Dhe kur kom ikun nga vetura me fmit, unë nuk e kom dit a ka mora i diçka prej dora apo stoli të arit. Nuk e keni dit. Sepse nuk e kom pa në gjarjen. Ja akuzuari nejn, a mundesh me i thonë gjykatës? Po, fëmit, ku kanë qenë të ullur në vetur natën kritike? A kanë qenë dytë afër njëri tjetrit, apo sepse vetura jo? Po, njëre ka qenë ullë mbrapa meje, tjetëri mbrapa Liridonës. Tjetëri mbrapa Liridonës. Mirë. Por nuk kanë qenë të lidhur, me sa më kujtot. Nuk kanë qenë të lidhur. Po, nga cila derë kanë dalë fëmijët, kanë dalë nga dera e njëjtë, apo nga dy të ndryshme? Jo, nga dera e njëjtë. Nga dera e njëjtë kanë dalë. Po. Kryetaria e trupit gjykues e ballafaqon me një foto të vendit të veturës, ku kanë qenë fëmijët e ulur, shfaqen në ekran. Po, të veturës ku kanë qenë të ulur mbrapa fëmijët. I akuzuari nejm, siç e shihni ju në foto, në mes fëmijëve ka qenë elshuar ajo pjesa ndarse, aty është lodra me ngjyrë të verdhë e fëmijëve. Edhe ju po thoni që fëmijët kanë dalë nga e njëjta derë. Po.
a mundesh më na dhoni një sqarim sepse po shih që hapësira ka qenë shumë e vogël, lodra ka mbetë po aty ku është, si ka mundësi me ndodh kjo, fëmija dalin për të njëjtën derë, lodra nuk lëviz, mbetet aty, edhe pse po shihet në foto se ajo hapësira shumë e vogël për me kalu edhe fëmija tjetër, e lodra me mbet po aty ku është vendosur nga fëmijë sigurisht. Nuk e di gjyqtare, une po të regoj që shka ndodh. Jo, nuk keni gjeni se si ka ndodhur. I akuzuarin e në mbrojtjen e juaj të paraqitur në këtë gjykat, keni deklaruar se, po, kur është pyet për mbrojtësit e tij, keni deklaruar se ju me të akuzuarin Granit Plava, spontanisht e keni bler armën, revolën, dhe çmimin e keni paguar, asaj revole e keni paguar ju. Po. A është kjo vërtet? Po. Kjo është e vërtet. Nëse mund të edhe një herë me i tregu gjykatës, pse ju e pagujtë të çmimin e një revole me cilën e ka marrë Graniti, nëse ki një përgjigje? Po sepse ai tha që e shet dy fish të nesërmen. Kjo ishte arsyeja. Po. Me atë qëllim e kum bler. Mirë. Cili ka qenë përfitimi juaj nëse Graniti e kish shit dy fish ato? Hiq asnjë përfitim, vetëm minimum. Vetëm minimum? Po. E pse ta ndihmoni Granitin? Po, sepse ishte bashkëshortari jam e shok i kushtrimit. Vetëm kaq. A keni ditë ju gjendjen ekonomike të Granitit? Jo. Nuk e keni ditë gjendjen ekonomike të Granitit? Jo. Të akuzuarit Granit, mirë? Nuk muj me thonë. Nuk muj me thonë që e kom ditë. Nuk e keni ditë që Jo. gjendjen ekonomike. Po atëherë, pse pagut ju për atë revole për Granitin, për të akuzuarin Granit? Sepse ai nuk ishte pare me vetë, më tha. Nuk ishte pare me vetë. Po. I akuzuarin e më, a e dini që ma atë revole është vrau bashortja juaj? Po. E kom kuptuar. E keni kuptuar. A e dini si ka ardhur deri tek ajo revole policia, nëse e dini veç ma se e ke kuptuar? Kush e çoi te ajo revole policia, si erdhi deri tek ajo revole? Unë në këtë akuzë kom lexuar që Graniti e ka fshehë diku në shtëpi, në barra apo diku, dhe aty ai ka tregu. Sipas aktë akuzës. Sipas aktë akuzës ju e keni kuptuar se Graniti e ka fshehë atë Në kësi ushqim të kafshëve. në ushqim të kafshëve. Diçka kështu. Kur ka ndodhur krisma nuk e kom kthy kokën mrapa. Kom vazhdu me vrapu. Dhe momentin kur ka ardhur vetura, thaj Po. Nuk e kam kry kokën, me shiku. Deklarimin që ke dhënë pasi që i kom dëgju krisme, po. pas disa sekondave kom kthy kopën propa me këshyra Liridona, shërtimin e kaluar. Po, pasi që ka ndodhur krisma. Ndërsa sa deklarova që se ke kthy kokën, është më në interesan cila është. Më të është përgjigje sa më shkurta, prasoj se që 3 seanca ke në deklarim, që që Po. Peshtatime, a ke kthy kokën, a se ke kthy? Nuk më kujtohet sakt. Cila. Po e di që e kom kthy kryt kur ka ardhur vetura. Ne, po më interesant është lidhur me veturën që ka marrë në rent Graniti apo kushtrimi. Cilë ka marrë në kushtrimi zgabusha? Ka marrë në rent. Graniti. Graniti, okay. Që të veturë, a ke poti? Kur? Kur e ka marrë me qërase, kur një taku rrugës dikon? Jo, ai ka thonë që është vetura e tij. Pa ke po veturën, të si veturë? Po. A ja ofrua për veturë? Ja, jo. E që a ke po, qëfar morë ke veturës, qëfar gjyre është, ato e ke po. Qëfar tabela të regjistrimit ato s'ja kom numër. Ako 01, 07, 0... S'ja kom numër. Se nuk e dhe. Oke, veç si veturë ke di qëfar gjyre. Ta është po më interesan notën kritike. Ti ke deklaru pasi që i ke dëgju krismën, një ose 2 krisma, si e sigurt, ka orë një veturë vrodhshëm. Në drejtim tonin. Drejtim tonin. Po më interesan, a ke po çfarë veturë ka? Në momentin kritik ka një veturë vrodhshëm dhe ka dosh më rrugë dhe një largu. Po. Tash po më interesan, a keni po çfarë veturë ka qenë? Jo, vetëm që e kum po që veturë zezë.
Se ke di çfarë vetur? Se kom menu qërë godë bile. Ke menu qërë godë. Pse, a dukshmëria ka qenë, a ka mujtë më po? A jo, s'ke mujtë më po? Nuk e kom njofë, do më thonë veturën. S'ke njofë veturën. Edhe më duket ka pas dritat e gata, lëshut, me sa më kujtohet. S'ke mujtë me po ti mrena vetur kur gjë? Jo. Kom po persone e maskum. Në sekund qysh për mujtë mësë me po veturën e me po mrena personin e maskum në ato 100 sekunde qysh për deklarante që ka ndodhë. Shko me përgjigje. Se jam të shko mënyrë që mësë me përgjigje. A ki në përgjigje? Unë e thash, unë e kom po një vetur të zezë. Po ti deklaruve që shumë shpejt ka ndodhë dhe ja, por me vetur. A mund në spjegu që shmujte me poti në ato një krism, një person e lom vetur, një grabitje për ndodhë, po largohesh ti, edhe po kujtohesh me këshyrë, a ka mos, s'ka mos, po në të regon që shmujte me po. Jo, e moj men, si... Po që shmujte me po, që të sekuencat shpejt. Nuk e di që shmujta, po që ashtu e kom po. Ne, të është shumë interesante ku ka ndodhë në gjarja. Ka dali person me mosk, e keni dalë veturën, i keni ngrit dur të shumë është okej. Ka dalë ka pjesa pasagjerit, mu të shumë interesant. Përveç teje, si i rritur, a ka posë dhe persona tjera të? Ku? Në vend gjarës, në vetur. Unë e lirdona dhe fëmija. Ku kështë jetës ka qenë? Jo. Në posë raportit mjekësor, si edhe fotodokumentacionit, shifet se e ndjera liridona plumbin e ko pjesën e djathë kukës. Ndërsa në ondën e majtë, të dorës e majtë i ka disa shenja. Shtrëngimi, nësë po shatë. Po, thotë... Në ondën e Disa majtë, shenja. të shtrëngimit. Të shtrëngimit. A mund në spjegojsh që shka mujtë mi more e këtë lëndime nëse personi që ka grabit ka qenë në ondën e djathë dhe liridona nuk ka dojnë fore për veturës? Nuk e di. Vetëm pak. A ki përgjigje? Unë, do më thonë, këto kemi sqaruar edhe me ekspertë mjeku ligjor. Ti vështja ki përgjigje? Jo, unë nuk kom përgjigje. Në regullë është, s'është. Tash më të regon, personi që ka orë me mask, me u grabit, si pas juve, a ka qa fjallë ka thonë? A ka folë diqka? Po. Paret, telefonat, kështu diçka. Paret, telefonat. Të më dhëtë në bas të falmet, a ke mujtë me identifiku se me qëtë person ke nejtë ma herë? Jo, se aje zonën e ndryshoj. Nuk o mujtë me identifiku. Se që këj person, ose përshkrimi trupit, që shka qeni, gjotë, i shkurt. A më në shmeti, ta shmeti qëfar përshkrim trupit ka posë? Jo. A ka qeni gjotë, i shkurta, i pjota? Ka qeni i gjotë. Ma herët. I gjatë, i dopt. Me të zezë, vesh. Njësh me të zezë. Tash po më interesant, cila është arsyeja që ti prap me kushtrimi me shku në sfes diamant me në ndhëmë? është pa kuptueshme me i lënë fëmin, me shku të dojt, një situatë grabitje shumë e të mërshme, edhe me shku në sfes diamant, edhe me fjetë me një dhomë në sfes diamant. Po, fëmit... Edhe përsa më zgabosha ka orë pagesën si pas të njëzimeve ka po granitje, apo diçka orëta në granitje. Gabim je. Granitje s'ka po pagesat. Që ka orë granitje në s'ka orë të fare. Nuk thot kërkon. O kon granitje në sfis diamant. Kushtrimi, jo granitje. Jo, kushtrimi në regull. Kushtrimi e paqës. Jo, se për në pështile me me. Për kushtrimin. Kushtrimi s'ka po kur farë pagesën në hotel. Dhomen e ka rezervu Valoni. Valoni konë drejtor, Valoni ka rezervu dhomen. Valoni. Po me intereson, në estrit keni shku në martë. Po. Me kanë ke shkuti? Me Leonardin dhe me dojën e vetë. Para se me shku me Leonardin, a ke qenë herë ti me dikën? Jo, kur. Pas njerë.